time me mua dhe me gjithçka tjetër. Pra, nëse nuk e konsideron, nuk merresh. Nëse nuk e konsideron, ai sot nuk ishte atje, siç nuk ka qenë dje në konferencë me gazetarët. Tani të thuash nuk e konsideron, ai mund të do të japë atë shpresën e vet apo idenë vet që un jam shumë i fortë se do t'i mbushi mendjen dhe të tjerëve që ka në krah, të cilëve u thotë do bëni kështu si them unë. Fakti që tani po i sulet edhe të vetëve dhe u thotë që nëse ju më dilni kundra, unë do ju sakatoj, që është një, domethënë, nuk mendoj që ka në një parti perëndimore në një vend perëndimor që një fjali e tillë mund të jetë dëgjuar ndonjëherë në mbledhje të kryesisë. Domethënë jemi në kulmin e vulgaritetit, jemi në një situatë që nuk ka shpjegim, domethënë nga pikpamja politike nuk ka shpjegim. Nëse i shikon pra atë çka janë, një grup hajdutësh të mbledhur në një vend që jemi kapur mat tani dhe si do të dalim nga kjo skenë, krye hajduti u bërtet të tyve që mos flisni për mua, mos shkoni të flisni tek ambasadorët, mos flisni kundër nesh tek ambasadat, se për këtë arsye hoqi dhe Elisa Spiropalin. Se nuk po mbronte afera tek ti korruptive, paktën nga ato që thonë këtu ose kemi ne interes apo intereson se çfarë do bëj Spiropali. Por arsyeja pse ajo është larguar dhe pse ka këtë qasje sot dhe pse nuk ishte pjesë atij votimi janë këto. Po e njëjta gjë mund thuhet për Fatmir Xhafën dhe shumë të tjerë. Pra në këtë aspekt nuk është. Ky moment çfarë do të thotë për opozitën, për vijimin? Nuk është çështje më se çfarë do të thotë për opozitën, se që këtu ndahem me diskutimin. Një nga arsyet pse Rama është 14 vjet në pushtet është sepse ne shikojmë këtë gjë si kur ky është një problem i opozitës. Nuk është problemi i opozitës, që është çështja çfarë do bëjmë ne si problemi i opozitës. Çfarë do të thotë ky moment për opozitën në kuadër të aksionit? Opozita është në vazhdimsi. Opozita është në vazhdimsi të atij aksionit. Ne këto nuk na thon asgjë se ne i dinim më përpara. Këto mund të thonë diçka atij që ka pas dyshime tek akuzat tona. Sot to akuza janë vërtetuar, sot sistemi i drejtësisë po lufton. Ne kemi thënë që Rama përdor pushtetin për të kontrolluar drejtësinë dhe ja atë po bën me anë të pushtetit vet. Po mban imunitetin, po pengon drejtësinë të bëjë detyrën e vet. Tash më kanë dërguar në SPAK. Nëse i duhet SPAK-ut nesër imuniteti im, unë ja jap vet, s'ka nevojë as mbledhësh këshill mandate as gjë, ai që s'ka gjë për të fshehur, s'ka nevojë. Kurse këtu ngrihet një qeveri e tërë, nuk merret asnjë problem, asnjë hall qytetarëve, po merret vetëm hallin e Belinda Ballukut. Jo se kanë hallin e Belindës, po duhet mbrojtur sistemi i vjedhjes. Pak më parë, ju thatë që duket sikur Rama është ushtar i asaj çfarë përfaqëson Belinda. Qëndron, por ajo çfarë përfaqëson Belinda janë vjedhjet e Ramës. Ai është ushtar i vjedhjeve të veta. Ai është kapur peng nga vjedhjet e veta. Janë firmat e tij aty, janë urdhrat e tij aty. Nga vetë përshkrimi i punës së Belinda Ballukut, ajo duhet bëj çfarë i thot ai. Prandaj është zëvendës kryeministre, nuk është kryeministre. Kryeministri është ky, është zëvendësi i saj. Në këtë aspekt nuk ka bën as çështje Balluku këtu. Këtu ka çështjen Rama. Ajo çfarë më preokupon më shumë, që duhet ishte parë me shumë seriozitet, është që në dosjen e Ballukut, siç është thënë dhe publikisht, kemi 2-3 momente në të cilat kemi parë që janë kërcënuar dëshmitarë nga ato që të ashtu quajtur të fortë, që nënkuptojnë segmente të rëndësishme, të larta të krimit organizuar. Tani të mblidhet parlamenti dhe thotë që mos të preket kjo zonë, kjo vetëm i motivon më shumë ato struktura për të vazhduar kërcënimet e tyre. Pra, Edi Rama me atë vot ka kërcënuar edhe jetën e dëshmitarëve. Pra, ne jemi në këtë situatë tani për cilën opozita shprehet se nuk do të ketë më normalitet në seancat plenare, apo jo? Çfarë do të thotë për të mos patur normalitet, zoti Balliu? Se shumë njerëz mund ta gjykojnë si gjuhë të ashpër apo jo, por tani unë kërkoj vetëm 2 minuta mirëkuptim. Dhe unë do bëj dakord me propozimin që do jepni ju pastaj. Edhe si shef organizimin parti. Në parlament ne kërkojmë ngritjen e komisioneve hetimore, ato nuk pranohen, janë e drejtë kushtetuese e jona. Në shkelet kushtetuta nuk na jepet e drejta. Ne kërkojmë mocion me debat, nuk na jepet. Ne kërkojmë interpelancë, nuk na jepet. Ne kërkojmë që ministrat të vinë në komisione, nuk vinë. Ne u kërkojmë institucioneve, informacione kanë detyrim kushtetues të kthejnë përgjigje deputetit, nuk japin. Pra parlamentarizmi, armët që ka një opozit në parlament kanë rënë. Po, a është regjim? Qa po kërkon ti, po kërkon ato rregullat, a është regjim? Jo, nuk po qa, unë nuk habitem nga kjo qasje, po them ata të tjerë të cilët... Po pra, po si do t'ja bëjmë kur regjim? Ja, 1 minutë se do dalim të se bim dakord bashkë në atë mendim që keti, se edhe herë në fundit kur kemi qenë bashkë, e ke thënë dhe jam dakord të më atë qasje. Ajo çfarë po mundohem shpjegoj është kjo. Në momentin që këto armë që ka opozita, se në çdo vend normal, për të bërë betejën me kundërshtarin, bien
Dhe në momentin që kryetari i grupit parlamentar, pas si gjykata kushtetuese nxjerr vendimin, thot nuk na duhet se çfarë thot gjykata kushtetuese, do të thotë që ty të ka rënë dhe gjykata kushtetuese tani më. Në një situatë të tillë, çfarë bie dhe normaliteti pra. Bie normaliteti ka rënë, reagimi na mbetet ne. Tani në qoftë se ju prisni që Edi Rama do të largohet, duke e ditur ai që un po të largohem nga kjo detyrë, futem në burg. Dhe ju, nëse ju mendoni që ai do të largohet sepse ne po nxjerrim këto akuza, apo ne po bëjmë këto emisione, apo ne do të qëndrojmë dhe do të vazhdojmë debatet partijake, politike, si ti doni ju, denoncime publike, e keni shumë gabim se nuk largohet dot. Mendojeni si për vete. Ai ka një pushtet të caktuar dhe sot ai nuk do t'ia di as për. Domethënë po kjo është qasje disfatiste. Jo, s'është disfatiste. Jo, kjo është qasje motivuese për ata të cilët mendojnë. Pra janë mbyllur rrugët në parlament, por në rrugë në të gjitha aspektet. Unë mendoj që në momentin që nuk ka një kryeministër, zhbën ligjin, zhbën shtetin, zhbën kushtetutën, është një kryeministër i cili kërkon të mbajë me dhunë pushtetin, është domosdoshmëri i reagimit të qytetarëve dhe të opozitës patjetër me në krye, po një reagim i cili shkon në të njëjtat përmasa me kriminalin që ke përballë, se në atë moment që ky shkel ligjin dhe kushtetutën nuk ke më politikan përballë. Unë nuk di që mund të shkoj policia për shkak troplinëve dhe të thotë të lutem mos bëj kështu, po futun në burg vet. Nuk do të ndodhi. Ne kemi një troplin të veshur si kryeministër sot, e kemi në krye të qeverisë. Nuk di të ketë në një vend tjetër në botë që të ketë ardhur demokracia duke i thënë as Gaddafit dhe as Saddamit të lutem largohu, sepse nuk largohen dot sepse janë peng e asaj që tha zoti Hoxha që janë peng e vjedhjeve të veta, janë peng e asaj që përfaqëson Belinda Balluku, që janë miliardat euro. Veruni ju në pozitën e tij. Po të kesh pushtetin ti rrin jashtë, po s'patë pushtetin shkon në burg. E lëshon pushtetin? Jo. Do vazhdosh vjedhjen e zgjedhjeve, do vazhdosh dhunën ndaj gazetarëve. Shkon çfarë bën ai në këtë moment? Çdo kryeministër normal do kishte dhënë drejtë me kohë. Në këtë linjë bien dakord për një situatë të pashpresë ku opozita shtrin dorën patjetër tek qytetarët, i fton ata në protestë për reaguar, por nëse reagimi mbetet i njëjtë me ato çka kemi parë deri tani, kjo situatë nuk ka një çmontim më pas të regjimit reagimi ka ardhur duke u rritur dhe protestat kanë dhënë rezultatet e para. Mos harrojmë qeveria që ai ka sot është një qeveri që është vendosur vetëm 6 muaj, 7 muaj më parë. Dhe gjysma e atij kabineti ka rënë. Po sa prej u shpra. Sa prej Spakut. Me këto janë diskutime. Se ishte efekti dominoi Belinda Ballukut. Spaku çon dosjet që Spaku merr me dosjet që kemi çuar ne për vitesh. Është fal sti presioni, se Spaku aty ka qenë, mund t'i merrte ata. Nuk është aty ka qenë ato dosje. Pra, është fal një kombinimi. Dhe po them dhe pjesën tjetër, gjëja më e rëndësishme këtu, nuk është vetëm çështja e rënies këtij. Thash, në krye të shtetit, në moment që largohet ky njeri, do të vi një alternativë dhe fati që ka sot në shoqëri, përpos faktit që ka një opozit e cila është gati të bëjë këtë betejë dhe po e bën këtë betejë dhe nuk ka diskutim që në fund do të fitojë, këto janë përpërlitjet e një pushteti tani më të degraduar, sulmon gazetarët, sulmon vetët. Kjo i ndodh çdo diktatori. Kur do të ndodh kjo zoti Balliu? Kjo do të ndodh sa më shumë të bashkohemi ne, aq më shpejt ndodh kjo. Ky është mendimi im. Po nëse ne vazhdojmë ta shikojmë që ky është çfarë do bëj opozita, apo ku është opozita, apo si është opozita, atëherë më vjen keq, po problemin e kemi ne dhe nuk e ka Rama, e kemi ne si shoqëri. Vjedhja nuk është problemi PD-s, demokracia nuk është vetëm e Partisë Demokratike, parlamentarizmi nuk është pronë as e PD-s dhe as e PS-s, gjykata kushtetuese nuk është pronë e një partie. Kjo situatë dhe ky problem, korrupsioni, vjedhja, varfëria, shpopulimi, krimi, droga dhe gjithë këto probleme që ne po diskutojmë janë probleme që i vuajmë ne në kurriz si shoqëri. Unë kujtoj juve Bilbil Hasanin, ka vrarë veten në burg për 12.000 lekë drita. Ndërkohë që dhe është kjo qeveri që e ka arrestuar. Kjo qeveri 2013-2017 ka lëshuar 39.000 flet arresti për kupona dhe fatura dritash. Kjo qeveri sot vjen në 2025 me propozimin që të bëjmë burg njerëzit që parkojnë dysh, pra parkimi zgjidhet me burg, kurse korrupsioni, vjedhja zgjidhet me amnisti. Këto nuk janë problemet një partie, janë problemet që i kemi gjithë bashkë. Nuk po themi që kjo është një problem i Partisë Demokratike, jo opozitës, po themi këto nëse do reagojmë, mund t'ju them këto, nëse reagojmë vetëm PD-ja
përfshirje direkte për qytetarët. Ai do rri aty ku është thjesht ekuacioni. Një parti politike dhe një aksion politik i një opozite është aq i fortë sa janë qytetarët. Atëherë ku e keni sigurinë që do të ndodhë rënja e Edi Ramës shumë shpejt sepse është në përpolitjet e fundit. Kështu si shtrohet tema, nuk i bie tjetë në përpolitjet e fundit. Jo, është në përpolitjet e fundit sepse ne po e shikojmë, nuk është një çështje që është për diskutim përpolitjet e tij. Më falni. A nuk është po ky njeri që para 5 muajsh, 6 muajsh thoshte s'kemi nevojë as vim parlament, kalojeni me vota ato. Tani del në konferencë, ka bërë